televizionit Dugagjini. Leci? Ason të me letën e pas vjekop keq, së është ndreca. Faleminderit, fjeti. Unë nuk e di se qa hetën prokuroria në këtë desh. Për zote nuk e di se qam ku mundet me u bazu. So, ndesh e ko dëpt, si ajo, në që se ko një fakt tjetër edhe i mon për vetin në regull, po nuk e di se ku bazohet, në qarë fakte. Mirë mbetet e shijet, Leci. Në qanë tolerim, në mos form, në futin letarëve të ri, nuk... Po ndesha të cila u zhvillua në kuadrë të gjirës 21, ku pati edhe reagimet të shumëta, pra... Reagime kishtë edhe dje dhe sot, edhe dje dhe në për ligat pora, kishtë reagimet moja, po tash... Për mu denu një ekip, për mu do të shumë fakte. Do të fakte me pas. Po. Driton, ju se keni parë këndeshën ndërmjet Llapit dhe Dritës, ku në fakt pat edhe reagimet të shumëta në mbar opinionin sportiv. Po, edhe ky veprimi i fundit që pam i prokurorisë, në mendoj se ka se s'ka fakte, është mirë që s'paku të saktësohet, edhe se parametrat profesionali kanë vështirë në ashta me i vlerësu që po thot Leci me gjeta të formatin edhe qka diune, po mos të harrojmë, për te i kësajna, kampionati i Kosovës, dhe më thonë, vazhdojnë me qeni i monitorum. Ideja monitorimit është që UEFA e ka një sistem, një platform të veçantë që quhet Sport Radar, është një agjenci krejt e pavarën e cila bën hetimin ose kontrollin, monitorimin e ndeshjeve të caktume, bazum në shumë faktorë që janë sigurisht edhe shkencëtarisht edhe profesionalisht vlerësum cilët përdoren për të gjyku një rast një ndeshje, nëse ka diçka të dyshimt apo jo ma tepër deri në një vendim final. Po ashtu, ky prokurori dhe më thonë që ka fillu hetimet, është një bashkëpunim edhe për i federatës, shumë herët është një trupe formume nëse zgaboj, ka një emën profesional, s'pëm kujtohet, tash një komision i federatës direkt me prokurorin që jep kontributin e saj në këto raste. Pa marë parasysh se ka ose nuk ka, unë mendoj se edhe nëse hetohet në bazë dyshimeve eventualit parasituna, mund të mbroj, unë e shoh si tendencë, s'paku për me mbrojt atë etikën e lojës edhe thjesht fair play në fusha, e shka interesant gjithve në lojë. Qoftë se ka, që po dhe dritoni, si me thonë, bas të vënje... Po, marrëveshje ndërmjet klubeve. Qoftë se futbolli Kosovë monitorohet pej atyme që tha dritoni, edhe dyshohet për bas të vënje... Ju vetëm për bas të vënje, nuk e kisha. Për kuptoj, po qaj e farë organizate është për këto me i kontrolu, jo për tolerim. Jo, për tolerim është. Apo? Po, për saktësin, për etikën e lojës, dhe me thonë, për vërtetësin e rezultateve të arrituna në fushë të lojës. Okej, mendova që vetëm për bas të vënje... Ajo për bas të vënje